A heq dorë nga njeriu që e donë? Po, e baj. Kur? Atëherë kur nuk vlerësohem. Po nëse të mungon, let më mungoj e tjetoj si sytë të dvermnit që rrinë të hapun e nuk i shkyn do të perdet e errësirës për të pas sa gjanat bukura ekzistojnë në botë. E trisht kjo, jo ma e trisht se tradhtia. Nuk e kërkon atë që e don? Jo, nuk e kërkoj atëherë kur nënvlerësohem. E më duhet t'i kërkoj sinqeritet në çdo fjalë, në çdo dalje e në çdo mendim. Po nëse të dhem ikja, preferoj ma mirë dhimbjet e ikjes se peshën e tepris të dikush. Si ashtë kjo peshë? Atëherë kur u kërkon njerëzve kohë e me të kthy atë që e u jep. Nuk lufton për dikë që i jep zemrën as për t'u sqaru, e baj, por jo atëherë kur në mes futen dilemat, unë apo dikush tjetër. Si dashuron ti? Unë dashuroj me liri. Me liri? Po. Si është kjo? Duke e lanë me zgjedh atë që du të kem. Si e len me zgjedh? E la me zgjedh nëse don me ken me mu. Si mundet me ken dikush me ty? Me besnikri. Po tjetër, duke më çment me dashni. Po tjetër, me sinqeritet e transparencë. Me çka lufton ti për dikën që donë? Luftoj me mërzit që ka, me problemet, me pesimizmin kur ndjen se nuk ka forcë. Luftoj me zhurmat e jetës që i bëhen paqe, qetësi, kurajo, forcë, mbështetje, shpresë e gjithë çka ka nevojë. Mund t'jem aty kur do që i duhet dikush me fol, me qa, me qesh, me bërtit, e mos me undje vetëm. A fal, po zemrën, po them gabimet, edhe gabimet i fali. E çka nuk fal? Njerëzit që shtiren e kthehen kur nuk gjen dikë më të mirë.